Qytetarët e Republikës së Kosovës sot me kësaj një rast ku drejtësia triumfoi, ju kujtohet kur e thërën komisioni parlamentar profesor doktor Martin Berishaj, i cili është edhe ambasador i ndershëm, ambasador plot kontribut pozitiv në Republikën e Kroacisë dhe me krenari kryen punën dhe obligimet e tina në ndaj qytetarëve të Republikës Kosovës. Ajo kujtohet kur e thërshin ta zhutat e këta komisioni parlamentar opozitarët qysh leshin kur ju shkoj për pora atun në komision, krejt dilshin fotografi me to dhe përqafojshin. Me kësaj rasti se mo nuk duhet kem drejtësi selektive, ne jemi në drejt të asoj rrugë ku çdo qytetar i Republikës të Kosovës duhet ndihet i barabartë e jo të kem gjykatës të individëve, jo të kem gjykatës të Samilushtokut, Besart Prishtinën, djalin e Baxhanokës tina, i cili vjen edhe dënon Sokol Halilin 310 euro pse pjanjek faqet e zeza të Samilushtokut, pa kur var arsye. Prandaj një drejtësi e tillë që ligji t'jeti barabartë, ligji t'jetë për gjithë njëjtë, do t'i bante mirë shoqërisë tonë, do t'i bante mirë njerëzve të mirë, sepse ta një losh, një profesor, doktor, cilin ta njohin universitetet ndërkombëtare, është e damshme dhe ta favorizosh një analfabet, ta fuç drejtor të bujqësisë në Skënderaj, ta fuç drejtor të administratës, një analfabet, kjo është e damshme. Prandaj, une jo që jam shumë i jetur mas politikës, por nuk kemi qare pa punu gjithë bashku që Kosova jonë dhe drejtësia jonë tjetë e lirë, policia tjetë e lirë, gjykata tjetë e lirë. Imagjinoni një polic me cen, a i menon si nuk din institucionet kur gjo, e ka ka tentu një femër në rastin me hona, ta detyron, ta qetërson, ta ndryshon deklaratën. A jem vëlla të punu këtu në Skënderaj për bonda kriminele, a jem të i shërby familje tona, apo shtetit, nuk po kuptoj kur gjo. Nuk kam qare pa koj vrashtëre, se këtyne do të me jodojnë vit barë të asfaltit, në mi disdisit, për me të kuptu këta. E sot, sa më rru prokurori, drejtësia po shkonturon vend, e po është vendimin, i cili që 10 vjetë, është të bo bla 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 bla, për kur gjë heq, vetëm të këqyrë me një los njerëz, se këta janë një los. Nëse jeti kriminell, së nuk ba mu kriminell. Nëse ke vjetë 27 vjetë, së nuk shtin muna të farthesi ato. Prandaj, qytetarë tonë do të munit sigurt, se hyqimeti vanën, por nuk harran. A i kini një portë tonë që thunë regullisht, hyqimeti vanën, por nuk harran. Këta nuk e di ku do të bojnë vend këta. Prandaj, njena duhet që kjo kuha ma rrezikshmja. Për që dollë tyne për bol, është kuha ma rrezikshmja. Por, ljumaj që i ka bilin ja 10 marqi që janë rehin komën. Se pos po të moshkull që janë rehin komën, këta të shinë. Pojnë, për një këta, pashtete bojnë, për një person. Po kur e din, se ka tjerë, që gjuhën më njerë në komës, këta s'rasën, e drejtësi nuk ka. Imagjinone, i kena milic të kena këtu në Skënderaj, cilë të udheqin stacionin policor Skënderaj, e kena e pot para do dite e uzurpun stacionin policor Skënderaj. Krem o kë, ku gutë zëmit se nuk të institucionin, pa mor parasysh protesta apo mos pajtime apo qëka do që të ketë jashtë stacionit policor, jashtë rrugë, jo në mena stacionin policor. Fatimiesis jëmë konun e polic, edhe fatimiesis këm posu në orë më dorë, se as një nuk e kësha lëshu gjallë atë ditë.
kreti kësha qitja stacioni gjalla për deko. Se do të më mbrojt institucioni. Vepreshin sikur se mos t'kish as një polis në stacion. Pse? Pse janë këta alkoholikat, janë këta të betot bashkëve, cilë na i kanë shtyp familjet tona rregullisht, edhe mos harroni. Se në rast se qytetarët vendosin, edhe më qesin ato ku përmenojnë, une i kam të dytë në zemër. Edhe Pastri Durmishin, edhe Mohamet Kajtazin. Të dytë i kam në shpirt. Veç ata din që kanë hek me këto bonda kriminele, por të eneru popullin e Drenicës, të ja dit vlerat. Këta kriminelt i përdërën mas mromi, kër e ponë si javë ditën krejt krimet e tyne, i heqen. Edhe prap, me përgjësit plot që thamë, prap, ky e ka hek ato, a e ka hek ton. Ideali e ka hek Pastrin, dega për dëkys e ka hek Mohametin. Dhe me thonë, prap këta të veni krimit ato. Ne duhet jem të perurur para ligjit, para institucionit, para policist mirë o fjalla, jo para milicis. Duhet këta me post turp, që milici me na vësjel neve na për Skënderaj, si kur në Kraleva tje, ja. Edhe u që këja ka qenë 3 grupe. Një grup e familjeve të bashkëve jenë himu pastru ato. Po nuk pastruhet sa është i fleqt. Një pjesë u ku hakikat 100%, edhe një pjesë u ku si mercenar, si komandon tash prefiter, 3 lloj kategorish ka pos në QK. E nuk pastruhet, aja familje që është e presht, nuk pastruhet, nuk lehet në institucione i period poshit. Këtu është shteti, e din si nuk ka shtet në botë si ban këtu ndarje, këtu seleksionime. Mund të falet në i gabim i vogël, por jo, aj që e ka denu Hamzja Sharin, nuk falet aj. Nuk falet aj si ma ka denu babën tem, 60 dit për një kongë dardanipjene të pan. Sa jem ata janë të më liftu edhe musët. Edhe mu janë të më liftu sët, por ju kum qilu më falni shprejhe tarak, edhe financiarisht, edhe fizikisht, edhe psikikisht, edhe familjarisht. E kështu, këta ka daldole dhe t'i shmjëntojnë bashk, me qytetar, dhe të forcohu mirë, edhe i vetmi jamone që mercenarin e qejnë burg, edhe kriminelit ja qes krimet. Nuk konë që Skënderaj tjetër, musu mashtrani. Për hatër kena bu bëllë, bashkë kena bu. Për hatër ja kena bu votën, për hatër i kena bu kryetar, për hatër i kena bu deputet, po qitash ka orë kuha, o qitash o kur, për femit tonë, për familjet tona, dhe distancohëm nga këtu flishnaqe. Hatër s'kamo, kush dënë me menu për thmit vetë, për familjet vetë, është mirë, kush dënë, kena me vujtë halo. Ju kini me vujtë, se unë jam mirë, edhe financiarisht, edhe familjarisht. Por këta, një dy djemë të komandantve dhe që kanë instalu në Skënderaj, drejtër. Edhe këpt menon tash, mos i ka pru këta, menon mi pru mërgimin, menon mi pru atë elhamdërillahin, atë psikopatin, atë kueqin, menon me na pru këtu në komunë. E ju menoni se unë jam i gatshëm për ta, për t'ju mbrojt juve. Ju duhet bashkarisht. E jam i bre, prekne së kullin. Prekne. Kur dëni, qka dëni, toni kini krejt bre, as kini nevoj me pagu pia, as kofas, na i ka që zotit tana. E jani larganu për familjes të bashkëve. E në bashk e marojmë kulmin e tardhmes dhe lirin e fëmijëve tonë. Këta janë qetnik. Kur ju thamune janë qetnik, dine që na kanë bo që 27 vjetë. Bane men, as gronde, as kanë ljomë si mëdhatë rahat, as kanë ljomë policë rahat, as kanë ljomë gjykatë rahat. Këta gjithçka që kanë bo për Sami Lushtakin, për Nuradin Lushtakin, për Okshin Lushtakin, edhe për bashkëpunëtorin e terroristit Haxhi Bejtin. Bënë në brëniherë, merë një vesh se kanë me na orë këta dhe
edhe fëmin kanë me na I dhunu. Këta janë kriminel. A I ka vro, ka masakru shkov. S'ka leo gjopa po këta me njëherë ma luft të bashkëpunu në shkov. Krejt janë shok e meq Milano Radojqiqit. S'ka me avdo nëse janë vit drejt. Edhe nuk ko gjykat, as prokuror, as polic, as denim, si e nol fjallën tem drejt. E kini një person I cili nuk shantazhohet, nuk thyhet, nuk blehet, as nuk shitet. Kjo është aja vlera e Drënicakut të vërtet, I cili lufton për të vetin, I cili lufton për Drënicën tonë heroike. Bashtim poshtu këta mbeturina, këta bërloga, që na kanë fliq, na kanë hup edhe respektin e Drënicës na kanë hup këta.